që nëse këta do të kërkonin pikën më të fortë që ishte minimumi etik. Keni dëgjuar ndonjëherë ta kërkoj njëri ta? Po ja do ta realizonte Edi Rama, të gjitha pikat ekonomike do t'i realizonte, edhe pastaj merrte fund protesta. Po, le ta vendosi Rama minimumin etik 500 euro ose 500.000 lekë në muaj dhe letri Rama kryeminist. Ja ta them unë. Po nuk e bën dot Rama, sepse minimumi etik nuk është thjesht minimumi etik, se nuk i ka shpjeguar ndonjëherë shqiptarëve. Minimumi etik nuk është thjesht se të dha 500 euro në muaj. Minimumi etik rregullon zinxhirin komandues të shtetit. Dhe nuk ka më, sepse do ta fusi në buxhet shtetit. Dhe nëse e fut në buxhet shtetit, ai nuk mund të vjedhë më, zotëri. Por kjo të nxjerr shumë pasoja të tjera nga mbrapa, të cilat duhen zhvilluar dhe duhen kuptuar nga njerëzit. Por nuk e ka thënë njëri këtë. Ma kuptoni drejt se kjo minimumi etik është duk sigur i kërkon lëmosh qeverisë, jo e ka detyrim kushtetues. Po ai ka ato kapacitetin në buxhetin e shtetit qeveria për ta realizuar? Nuk ta realizoi Tikit, vit tjetri. Është qeveria që kërkon votën për të qeverisur. Dalin ata kërkojnë votë për qeverisur, dhe në momentin që ti del për të qeverisur, unë kam të drejtë të kërkoj. Po kjo, dakor, drejt, kjo duke si kërkesë që i bëhet një qeverie, ndoshta në vendet nordike, po në Shqipëri, ai nuk po lëviz nga vendi edhe kur ka ish zëvendës kryeministrën të akuzuar për korrupsion në Spaku. Nuk më intereson. Unë nuk merrem se kush është akuzuar, kush është në burg. Dhe mua nuk më intereson a ka qeveria apo nuk ka qeveri. Unë kam dalë me qa hallet e qeverisë. Unë kam dalë me qa hallet e popullit. Dhe unë jam popull i cili shoh që mua nuk më del të jetoj në Shqipëri. Nuk më del të shtyje muaj. Unë jam ka papunësi, ka këtë, prandaj thash, minimumi etik është ai që rregullon të gjithë marrëdhëniet e vetë shtetit. Por a pat në një kërkesë për biznesin e vogël, pat në një kërkesë për biznesin e mesëm, i cili po mbyllet çdo ditë. A kuptoni apo se kuptoni? Këtu dalin sikur po qajnë hallin e qeverisë, s'më intereson fare. Nuk më intereson fare. Tiki vit tjetri. Dhe e ti tjetri që do vi unë prapë këtë do t'i kërkoj. Nëse nuk e më pëm, jo, duhet kuptojmë një gjë. Në 91-shin, ju duket kohë e largët, ne nuk e kishim idenë e protestës, e revoltës, e më thehet thash. Dhe kur kemi dalë që kemi rrëzuar qeverin Nano, mos harroni se në 91-shin Partia Punës kishte fituar 70% votave në popull. Dhe ne arritëm me 17 kërkesa arritëm të arrëzojmë qeverin Nano brenda muajit, Nano një muaj zgjati dhe iku. Pa keni bërë herë, keni parë unë atë protestë, ajo protestë të kaloj në mosbindje civile, absolutisht asnjë lloj fjale nuk ka. Nuk është protestë nesër më shumë, e sot më shumë. Po gjithsesi duket se ka tronditur Edi Ramën, i cili ka sulmuar individualisht një pjesë të protestuesve dhe konkretisht edhe Dritan Goxhajn. Ore, Rama do sulmojë çdo njeri, ai për të marrë karrikën e vet, do sulmojë çdo njeri, do bëjë çdo lloj lëvizje. Po nga që duket si element bolshevik dhe mentalitet bolshevik. Po sepse bolshevizëm është edhe protesta. Edhe protesta është bolshevizëm. E njëjti mentalitet është. Sepse nuk mundet, thash edhe nuk mundet një protestë të jetojë një muaj rresht pa bërë absolutisht asnjë lloj veprimi. Nuk është veprim t'i ignorin as në komun, më zotëri. Nuk është veprim që unë t'i bi not për not Tiranës qark. Nuk bëhet protesta natën në vlla. Protesta bëhet ditën. Ç'është kjo protestë natën më? Protesta duhet bërë ditën, jo natën. Nuk bëhet protesta ditën e shtunë, ditën e dielën. Ditën e shtunë, ditën e dielën, qeveria s'është në punë fare. Çfarë sensibilizon? Dhe Rama ka gjetur atë momentin sepse nxjerr, fillon edhe godet individ normal. Normal sepse thash edhe herë, kur ti nuk del qym fillim, që kjo unë jam ai që kam thirrë. Ky grupim është që e ka thirrë. Po ja zgjeson pra ai.
Po si ti asgjësojmë, si ma asgjësoj kam unë thras njerëzit, unë ma asgjësoj, si do ma asgjësojmë, o zot? Nuk asgjësojmë unë, o zotri. Po duke përdorur teknika të tilla pra të denigrimit publik. Po si do më denigrojmë, le të denigrojmë, doli Rama në protestën e naftës, Rama doli e tha ai është armiku, o zotri. Po pastaj çam denigrojmë unë? Si denigrojmë? Po nuk denigrojmë nëse ti s'ke zhyt durët, valla. Po nëse ti ke marrë lekët ke sorrës, e këtu ndel, sikur po vugrin, normal do të denigroj. Nëse je i pastër, nuk ka kush të denigrojmë, o zotri. Nëse ti mu ma bë protestën rutinë. Kjo është protestë rutinë, ma e kuptoni apo se kuptoni? Po, apo lodhen njerëzit me një mënyrë të tillë të protestuari? Po patjetër. Jo vetëm po lodhen, po edhe po largohen. Shihni një protestat realisht. Jo me foto. Unë jo pa qëllim jam në të protestë, unë një qëndroj çdo lloj proteste dhe unë jam plotësisht dakord me protestë. Jam plotësisht dakord me. Po forma, mënyra se si kanë zgjedhur është e gabuar. Ta vazhdojnë. Janë zonë ta vazhdojnë. Por një protestë në të gjithë botën, një protestë e cila nuk ka kërkesa ekonomike nuk mund triumfoj. Se duhet prekësh të gjithë streset e popullsisë. Aty për inputin bujqësore s'ka asgjë. Po mirë, bëj një pyetje, do vi diaspora, vjen, ta e quajnë diasporë. Se këta edhe termat i përdorin gabim, o zotri. Nuk ka Shqipëria diasporë, ka refugjat, ka emigrant, po jo diasporë. Diaspora është koncept tjetër. Megjithatë këta e përdorin si u pëlqen si fjalë. Po mirë, është klishe, ka mbetur, është një fjalë klishe që ka mbetur. Jo me vejnë vetë këta, jo se kam vetë, po e vejnë vetë se nuk duan të quajnë emigrant. Kanë turp të quajnë emigrant. Megjithatë, kjo diaspora që erdhi, ju e pat, erdhi i ditët nesër niku. Nuk është diaspora apo emigrantë që të transportojnë, të sjellin. Jetima Benaliu këtu. Dakor pra, po edhe aq për një ditë duhet me qenë falendërues gjithsesi. Ore, dëgjoj falendëruesi, dikur do isha unë apo jo? Falendërues do isha do të thosha, o zotri, ky po na vjedh tokat. Po na pushton. Ju, emigrant, kthehuni në Shqipëri. Hajdini në tokat tuaja, mbushini fshatat, mbushini qytetet. Që ti hiki ky njeri. Se kësa i thonë, më ka ardhej me pushtu vëndin, unë hiki edhe i them, çlirohet vendi. Keni një gjuna njerë që të thonë të bëjnë thire të kthehemi në Shqipëri? Jo me jo. Se duan e atin e tyre. Edhe vinë këtu me bo spektakle. është më e dëmshme ajo që vinë për një ditë dhe zhduken se sa mos vinë fare. Qofse duan të flasim realisht, qofse duan mëse të bëjmë qefin, e them protesta madhështore, u bë kjo, u bë ajo. Kush është rezultati? Se në fundit, kur niset një protest, ka rezultat. Rezultati kush është? Rezultati kush është? Po cili mund të jetë rezultati në këtë rast? Po është rezultati se atë protest duhet ta kthesh në protest ekonomike me kërkesa ekonomike, mos zotri. Jo me kërkesa politike, me kërkesa ekonomike. Sepse ata në rrjeshtimin e bën gabim. Ju e keni parë, pika parë është dorëheqja e Ramës në mënyrë të panegociueshme. Po mirë, iku Rama, po këto për kërkesat e tjera, për çfarë bure? Do apo të bësh protestë tjetër kur të vijë qeveria tjetër. Domethënë, duhet të kuptojmë një gjë. Grupi organizator ka një problem. Grupi organizator del në protestë për të marrë përsipër protestën, e para për të vendosur pikat dhe për të vendosur pikat e kontaktit. Sepse çdo kërkesë ka edhe afate, ka dhe përshkallëzime, ka dhe bisedime. Nëse ti nuk arrin të komunikosh, nëse ti thua vetëm kjo është e imja dhe kjo mbaro filmi këtu, atëherë ky lloj përshkallëzimi duhet dalin në konflikt tjetër përse. Qofse ti thua unë këtu,
Tashi, unë e kuptoj protestën, shumë mirë bëjnë që e bëjnë, jam pro protestës, se atje jam për ditë, por nuk shoh që të lëvizi protesta. Kemi ngel aty, marrin mikrofonin, zihen kush flasin me mikrofon, edhe ata që flasin dalin atje kot. Nuk japin asnjë lloj fryme, protesti nuk ngre frymë. Po, a ka një dorë nga pas që organizon gjithë këtë protest, sepse erdhi në mënyrë krejt papritur, duke pasur si indicje ato incident në Zvërnec. Po patjetër më erdhi, patjetër ka dorë, se nuk mundet. Po ta veni re, ditën e parë protesta kanë qenë të thirrura 4 grupime protestash në 2 të orë në të njëjtën vend. Po pse pa ju e mendoni se shqiptarët u ngritën më në notës edhe u ngritën për flamingot? Apo për atë që u tërheq varë Zvërnec? Pikërisht pra. Ka shqiptarët, po këtu e mbra mes Tiranës se ka qa kopën njëri. Kemi qenë dëshmitarë, jemi ngritë me 5 vetë, jemi ngritë në protest, se janë vra njerëz.